Qendra sociale edukative në Dubrav në bashkëpunim me Caritas Kosova kanë festuar 1 qershorin ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Koordinatorja e kësaj qendre, Minavere Fejzullahu, tha se qëllimi i këtij organizimi është sensibilizimi dhe edukimi i fëmijëve të gjitha komuniteteve. Qëllimi i këtij organizimi, sofrës, shitja produkteve që është prej fëmijëve, organizim lojna, organizim me aktivitete ndryshme, me këngë, me valle, është thjesht të njihen një. Gjitha komunitetet janë një. Qëllimi vetëm socializim, edukim dhe jetë më të mirë për gjithë. Alfred Pjetri, udhëheqësi i sektorit për lobim dhe avokim në kuadër të Caritas Kosova, tha se institucionet shtetërore dhe shoqëria duhet të punojnë shumë më tepër në drejtim të respektimit të drejtave të fëmijëve. Ne gjatë tërë kohës mundohemi dhe punojmë që të lobojmë dhe të avokojmë që të drejtat e njeriut në përgjithësi për të fëmijëve në veçanti të respektohen. Mirë po për këtë nuk është përgjegjës vetëm Caritasja, po shoqëria civile, për këtë janë përgjegjës edhe institucionet shtetërore, edhe vetë qytetarët, edhe vetë prindërit, edhe vetë familjet. Drejtori i Caritas Kosova, Don Viktor Sopi, tha se Caritasi do të vazhdojë të punojë në integrimin e fëmijëve të komuniteteve të ndryshme, në mënyrë që edhe këta fëmijë të gëzojnë të drejta të barabarta me moshatarët e tyre. Donim sot të marrim pjesë në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, ku vërtet kur participojmë jetën e tyre, ne ndihmojmë rritjen e tyre. Prandaj këtu në Dubrav sot jemi ku qendra jonë e Caritasit bën aktivitete të larmishme në favor të komunitetit Raj. Dhe dua të theksojmë që përfitues në Caritasin e Kosovës janë qindra fëmijë brenda një ditës. Jo vetëm këtu në Dubrav, po komuniteti Raj i mbështetur nga Caritasi i Kosovës në qendrat e tyre siç është Ferizaj, Gjakova dhe Mitrovica bën çmas për integrimin e tyre, duke e mbështetur në kulturë, në identitet, në tëra ato aktivitete që ata të dihen më mirë. Dita ndërkombëtare e fëmijëve pas festimit ka dhe qëllimin e sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit të gjitha grupeve shoqërore për të luftuar dhe kundërshtuar dhunën dhe abuzimin ndaj fëmijëve.